Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si përgatis unë qofte me mish të ngrirë dhe patate. Përgatitja e thjeshtë, bëhen të shijshme, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e qoftave. Këtu në të parën do e shtoj mishin. Këtu kam 250 gram me mish të bluar. Shtojna magdanosin e freskët, kam pak magdanos freskët, cilën e kam bërë në copsa të vogla. Shtojna një vezë. Përgatitja është shumë e thjeshtë dhe bëhen shumë të shijshme, më të mira se qoftët vetëm se me mish. Ja shtoj 5 lugë gjelle me miell. Përgatiten dhe më shpejt se qoftët e zakonshme, sepse nuk ju nevojitet kohë të qëndrojnë, me njëherë mund të bëhet vërgimi. Shtoj një lugë gjelle me veget, një lugë gjelle me biber të kuq, një pak biber të zi, pak hudhër të bluar dhe oregano. Dhe tash marrim dhe bëjmë në rende patatet. Kam 3 patate mesatare, i bëjmë kështu në rende. Patatet i kam bërë në rende, tash i kaloj tek ena ku ndodhen përbërësi gjerë, një po kështu me anë të duarve, i kulloj kështu, ja largoj langun, më mirë do jetë, dhe i kaloj tek përbërësi gjerë. Këtë mënyrë i kulloj gjithë patatet. Tash masën e punojna mirë, kështu me dorë, derisa të bëhet lidhja e gjithë përbërësve. Punojnë dikon për 5-6 minuta. Sa më shumë që ta punojnë, qaq më të mira do bëhen qofte. E ngjeshim kështu. Brumin e qoftëve kam punuar mirë. Këtu në kam hedh pak vaj dhe i bëj duart vazhdimisht me vaj, kështu, dhe filloj që t'ja jap qoftëve formën. Mund t'i bëni forma rrethore, forma të shtifura, varet nga dëshira. Unë do jap tamam atë formën e qoftëve tradicionale dhe i vendosi në një enën e kam lyer funin e enës me vaj që mos ngjiten kur t'i vendosi. Në këtë mënyrë gjithë qoftëve ju jap formën, vetëm se munduhem që t'ju jap masinë e njëjtë të gjithave. Kështu vazhdojnë tutje në mënyrën e njëjtë. Pasi qoftëve ju kam dhënë formën, morim një enë dhe hedhim miell, kam pastruar duart. Tash i kaloj qoftët një nga një, kështu tek mielli në enë, që mos t'ju shprishet forma gjatë fërkimit. Mielli ju ndihmon. Në këtë mënyrë veprojna me gjithë qoftët, kështu.
duke i rrokollisur tek mielli. Tash morim një tigan të lloji që nuk nxet me fund të trash dhe shtojmë vaje, pra i fërgojmë qoftët. Mund ta merrni një tigan pak më të ngushtë, më pak vaj të hedhni, kështu më të gjerë, më shumë shkat, dhe në temperaturë mesatare e nxehim vajin mirë. Vaji është nxehur mjaftueshëm, tash i kalojna qoftët. Nuk guxojna që t'i fërgojna në temperaturë të lartë, patjetër duhet në temperaturë mesatare. Qoftët kështu i fërgoj në fillim nga një ranë, më pas i kaloj në anën tjetër. Ka secila anë i fërgoj nga 3-4 minuta. Pra patjetër duhet të keni një tigan të lloji që nuk nxet. Qoftët janë skuqur nga një ranë, tash i kthejna nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër mundohem që t'i skuqim në këtë mënyrë, kështu. Kthejmë të gjitha dhe i skuqim dikun për 4 deri në 5 minuta. Qoftët janë fërguar mirë nga të dy anët, tash i largoj kështu nga vaji, kaloj në një pjatë tjetër, ku kam shtru pecet një përdorim sheh, sepse ja thith vajin e tepër qoftëve. Këtë mënyrë kështu i largojmë gjitha, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Mënyrën e njëjtë vazhdoj me fërgimin e gjithë qoftëve, kështu i fërgoj në mënyrë të njëjtë nga të dy anët, nga 4 deri në 5 minuta nga një anë, më pas i kthejmë nga ana tjetër. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Qoftët janë gati për konsumim, kanë dalë shumë të mira, jashtë dhe si është mbretësia. Vërtet kanë dalë shumë shishme. Gjithë ju motra që përgatesni në këtë mënyrë qofte me patate dhe mish të ngrirë, ju bëfshin mirë. Ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.